Dy ka bërë gjesti. Vazhdo prezantimin. Atë e filloj unë. Bravo, shqe. Shqej, si kalojnë fund. Këtu jam me Bobin, të pi kafe bashk. Një moment shumë fani dhe shumë i bukur. Në kamera, nuk e di, në të të kujt. Asë të kap, pa më rakë se ke po. Romantik, fani, gjithani një fotografim. Bobi, të dua shumë. Të duam. Bobi jonë për gjithmonë. Mas do vish. Atëherë, këtu jemi dy bobat. Bobi që është me gisht, është gjigandi, lob, tërsa unë jam bashkë me gjigandin, dy bobat në një foto. Faleminderit. Bobi kanashëve. Oh, ai që m'je luti. Ai që m'je lutë me mujë. Mos se për zotin e mandë më bëjë. Mos. Unë do përshkruaj këtë foton që ka dalë. Në të vërtet, ajo që doja të realizoja ishte unë dhe Bobi në piknik. Mirë po, këtu jemi dy fantazma bashkë, si që shishni. Bobi është i bardhë, unë vazhdoj të jem më e bardhë. Si të kanë qënë gjdo ditë në këtë shtëpi. Tani nuk do shtoj fjalit të tipit që unë dhe Bobi kemi qenë miqë, sepse fotoja flet vetja. Dy të bardhë, dy fantazma të shtëpis. Bobi je fantastik. Kjo fotografia me bukur, sinqerisht. Kjo është me buka? Kjo është me buka? Votojmë të gjithë? Votojmë gjithë apo do votojmë fund? Votojmë fund? Ti është me votime apo? Në rregull, dakor. Falenderit, lobi, falenderit. Se atëherë unë foto ta mam, ju s'dini. Po, kisha dalë lyll. Unë të kjo fotoja jam me Bobin tu qilit në divanin e kuq. Tu qilit bashk. Dhe unë si Bobe jam gjithmonë në vëndin tim në divanin e kuq. Dhe në krye të divanit, Bobi ndërkohë ka qëndruar gjithë kohës i pandar nga mua, sepse Bobi është vetë divani i kuq. Bobi ka qenë pjesë i divanit kuq. Pjesë e divanit kuq, ka qenë ai banori që ne nuk e kemi parë kurrë, ka qenë banori i padukshëm i shtëpisë, dhe ka qëndruar gjithë kohës në divanin e kuq. I lindë Bobi. Dhe në këto ditë të sotme, ku ndahen dhe finalistët, Bobi do t'jetë një finalist, sepse me heshtjen e ti, ka treguar më shumë se sa ne që kemi folur. Pra me divanin e kuq. Bravo! Bravo! A që foto, ja? A jem Bobja. Bobi ka nëzirë unë si termë të brënda. Po është Bobi Lobi Hom. Është Bobi, para te, më dhe të gjeleve, më Nëjse s'ka gjë, mirë. Ja tek është Bobi në pushime. Që do të thotë, kudo që shkoni, Lobi Hom dhe Bobi janë me ne. Në çdo aredim shtëpie, në çdo aredim resorti, në çdo vend ku ka Lobi Hom, është Bobi. Faleminderit. Dorime, Nishi. Kishtë gjetje. Super gjetje. E pa t'i qënë në njerë. Okej, këtu janë dy fotot, mijat me Bobin. Bobi tha që ishte mërzitur pak duke ndenjur vetëm brënda për gjatë gjithë këtyre muajve. Tha, nëse sot mund të jetë dita jote e fundit këtu, dua që të kem një kujtim me ty dhe të bëjmë një piknik bashk. Kështu që e mora Bobin e Lobi Hom, bëm një selfie në pasqyrë përpara se të dilnim nga shtëpia për piknik. Dhe pastaj bëm një foto të dy shtrirë në bar, përdore me njëri tjetrin edhe biseduam për gjithë eksperiencën tonë këtu brënda. Nga që je duke më parë, thjesht instiktive. Kështu që po, këtu jam unë edhe Bobi Lobi Hom me kujtimin tonë të parë dhe të fundit, ndoshta bashkë në këtë shtëpi. Bobi, 10 vjet pas ka bo për din me qenë. Hajde pa që rrugën e marit. Hajde ti me sniqin. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 vjet pas ka bo për din me qenë. 10 v
Këto është une vetë vitin 2008 në Durrës. Ku e më konë për herë të parë. Kjo është kujtim, Big Brother. E këto është Bobi. Si që shini. Mora Bobin, e shtina në ujë, po funksionoj këtë si anije. Faleminderit shumë, Bobi. Bravo, Gjesti. Këtë foto e ka realizuar Studio Production Gjesti and Company. Duket pak, duket diçka për Gjestin, po është mjaftueshëm shumë. Atëre, lajmet që vinë gjithmonë nga Lobby Home, që i sjell Bobi, janë aq interesante sa edhe kur je në momente chillimi në sauna. Ty të vjen Bobi i bie derës dhe ti del direkt për të marrë vesh lajmet e reja nga banori më i heshtur i shtëpisë. Dhe gjithmonë i dukshëm, jo i padukshëm. Unë dhe Bobi do vazhdojmë të jemi këtu dhe kismet. Lobby Home, faleminderit. Faleminderit, urime. Faleminderit, Bobi!